Nga Ebu Mesud el Bedri, Allahu qofti kënaqur prej tij, transmetohet se pejgamberi, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: prej fjalëve të fundit që njerëzit kanë arritur nga fjalët e pejgamberëve të parë është: nëse nuk ke turp, sillu si të duash. Silsiletu Sahiha 684. Nga Aishja, Allahu qofti kënaqur prej saj, transmetohet se i dërguari i Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: njeriu më i urryer tek Allahu është debatuesi i ashpër, i paepur. Silsiletu Sahiha 3970. Nga Muhammed ibn Xehadetu, e ky nga një person, ky nga shoku i tij, pjesëtar i fisit Beni el Amber, e ky nga babai i tij, të cilin e quanin Ebul Muntefiku, transmetohet se ka thënë: erdha në Mekë dhe pyeta për të dërguarin e Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të. Më thanë: ai është në Arafat. Shkova afër tij dhe u mundova që t'i afrohesha më pranë, por më ndaluan. Ai u tha: lëreni. Ju afrova pranë, derisa koka e deves sime u bashkua me kokën e deves së tij dhe i thash: o i dërguari i Allahut, më trego një punë që më largon mua nga dënimi i Allahut dhe më fut në xhenet. Ai më tha: adhuroje Allahun duke mos i shoqëruar atij asgjë. Fale namazin e obliguar, jepe zekatin e obliguar, agjeroje Ramazanin, kryeje haxhin dhe umren. Shi se si u pëlqen njerëzve të sillen me ty, ashtu sillu edhe ti me ta. E ajo që ti nuk pëlqen që ta bëjnë të tjerët, mos u a bëj ti atyre. Silsiletu Sahiha 3508. Nga Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofti kënaqur prej tij, transmetohet se pejgamberi, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kijeni frikë Allahun dhe ruajini lidhjet farefisnore. Silsiletu Sahiha 869. Nga Ebu Derdai, Allahu qofti kënaqur prej tij, transmetohet se pejgamberi, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: vepra më e rëndë në peshorin e ditës së gjykimit është morali i mirë. Silsiletu Sahiha 876. Nga njëri prej shokëve të pejgamberit, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, transmetohet se një njeri i tha pejgamberit, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të: më trego disa fjalë që të jetoj me to, dhe mos më thuaj shumë, se kam frikë mos i harroj. Ai i tha: largoju zemërimit. Ai ja përsëriti prap kërkesën dhe profeti i përgjigjej: largoju zemërimit. Silsiletu Sahiha 884. Nga Abdullah ibn Umeri, Allahu qofti kënaqur prej tyre, transmetohet se ka thënë: është pyetur i dërguari i Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, cili është më i miri prej njerëzve? Ai u përgjigj: ai që ka moral më të mirë. Silsiletu Sahiha 1837. Nga Usamedu ibn Sheriku, Allahu qofti kënaqur prej tij, transmetohet: porinim të ulur tek i dërguari i Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, sikur të kishim zoq mbi kokat tona. Askush prej nesh nuk fliste, derisa erdhën disa njerëz dhe e pyetën: cilët janë robrit më të dashur të Allahut? Ai u përgjigj: ata që kanë moralin më të mirë. Silsiletu Sahiha 432. Nga Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft, transmetohet me zinxhir të shkëputur se pejgamberi, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: ruaje gjuhën tënde, mos të pastë nëna o Muadh. Njerëzit do hidhen në zjarr me fytyrat e tyre vetëm për shkak të gjuhëve të tyre. Silsiletu Sahiha 1122. Nga Ali bin Huseini, Allahu e mëshiroft, transmetohet me zinxhir të shkëputur nga pejgamberi, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të, se ka thënë: nëse ndonjëri prej jush e do vëllain e tij për hir të Allahut, atëherë le t'ia shfaq atij, sepse kjo është gjë e mirë për vazhdimsinë e afërsisë dhe shkak që dashuria mes tyre të zgjas. Silsiletu Sahiha 1199.